Fanella Real Madrid. Por zgjodhi Sevilla në atë kohë, ishte lojtar. Pasi Tchouaméni ka gabuar në këtë, shkrijuar me një hapësirë Marcao në krosimi drejt zonës. Ka të rikonfirmohet javë pas jave. Zonës, Isak përballë portës, Isak godet. Aizen rikthehet. E largon topin në momentin e fundit. Rrezikon shumë tu Real Madrid. Isak është një lojtar i shpejt. E mirë, shohim gabimin këtu. Nuk t'i kushtonte shumë. Shohim Tchouaméni e la që Aizen të bënte mbylljen. E devijoi në momentin e fundit. Në atë çfarë priste Real Madridit. Pranon dot dhe kjo është ajo që i kërkon. Dalje përpara ka mundsi Fran Garcia, godet. Vlaco Dimos arriti ta pres topin, një ndërtim i bukur i Fran Garcias. Humbet ekuilibri, Sanchez ka prekur topin me dorë. Çfarë shansi humbet Sevilla. Rrëshket në momentin e fundit. Ale në qendër zonës, Rudiger me kokë. Ti lejosh Realit Madridit, top i bukur për Isak, përballë portës Isak, parabola jashtë. Çfarë humbet Sevilla? 3 raste të mira në 6 minuta lojë. Fërshëllima nga i gjithë Bernabeu tani. Marcao, krosimi drejt krahut tjetër, pasimi për tek Isak, më i shpejt rrap, provon në krah pas Asensio në duel, provon të nisë përpara. Qendër provon. Krosimi drejt zonës. Ka prekur Agume. Tenton Vinicius për të ndryrë, nuk ka Vinicius. Mban topin Sanchez. Tisin. Në topin Mbappé në zonë, godet portën Mbappé. Shumë afër golit, Kylian Mbappé. Një gabim i Sevillas në mesin e fushës mund t'i kushton. Mendy humbi topin shumë thjeshtu. Dhe shikoni, ishin 3 kundër 2. E kërkoi topin Rodrigo. Ishte në një zonë ndoshta më të mirë, preferoi Mbappé. Zona goditje, Mbappé provon. Jashtë përsëri. Edhe një Rodrigo. Topin Alexis Sanchez. Tent në shtarëve Tchouaméni e frenon shmang tani Mbappé, futet në zonë, pasimi drejt zonës de Fran Garcia, përsoni si rregull. Pasimi drejt zonës, Aizen me kokë. 4-0, faullat e shpejt. So provon ta marr topin Aizen, pasimi me tak për Sanchez, vjen me shpejtësi. Provon të lëviz vet Mbappé edhe më pas tenton të rrotullohet Mendy. Provon si duhet Sanchez. Garcia në zonë, topin e kthem vet. Juan Lu, Vlaco Dimos, është në qendër. Provon pasimin, sërish Suazo kërkon krosimin. Carmona. Vjen një ndryrje, faul i Carmonas, goditje dënimi. Kartoni ver për Carmonan. Ka shtrirë kundërshtarin Vinicius. Mbappé, krosimi drejt zonë. Arda Güler, krosimi. Vlaco Sanchez, rëzohet Sanchez. E ul topi, pasimi për tek Isak. Pasimi për Agume. Tenton vet Agume në zonë, godet portën. Tenton në zonë Mbappé, nuk i del. Nuk ndërhyri, krosimi drejt zonës, goditja me kokë, topi në rjet, shënon Bellingham, 1-0 për Real Madrid, Jude Bellingham, një super gol me kokë, me forcë, në qendër zonës. Ndëshkohet aty ku ka armën më të fortë Sevilla, goditjet standarde, vjen Bellingham, kërcen mirë, dhe jep avantazhin. 1-0. Feston dhe dashur e tij bashkë me vllai në Bernabeu. 1-0 për Real Madrid. Bashkë me maman, me gjithë familja Bellingham. Goditje shumë e bukur me kokë në cepin e portës. Nuk ka çfarë bëj Vlaco Dimos aty. I merr para Mbappé. Topi është për të. Pasimi përpara për tek Isak, top i fort.
Bellingham, pasimin e qëndë, Rodrigo rëzohet, qojmë. Kartoni verdh për simulim për Rodrigon. Simulimi Rodrigos dhe kartoni verdh. Shkojnë të protestojnë lojtarët e Real Madrid. Kartoni verdh për Rodrigon. Bellingham. Bellingham blokohet godit. Carmona parafrohet Bellingham. Vjen dhe Juan Lu. Provoj me këtë pasim. Si Carmona arrini pari. Drejt zonës. Vazhdon aksioni, Sanchez provon roveshatën. Shkon jashtë. Roveshata e Sanchez jashtë. Edhe krysimi i Juan Lu, pozicioni si rregullt. Topi provohet në krah për Rodrigo, i vështirë për të gol. Hapësirën e kryesimit, topi i vjen. Tenton ta spostoj. Sanchez përballë portës, Sanchez. Tjetër mundësi tani, Mbappé në zonë, Mbappé e let. Përfitoi nga ajo marrje topi Vinicius, ja dha Mbappés. Mbappé kërkon në zonë, Mbappé godet. Krijoi hapësirën e vogël për të gjetur djathën e tij. Diagonale e shpejt, duel shpejtësie me Aizen në zonë, Isak ka pritur Courtois. Çfarë pritje Courtois? Juan Lu. So e kërkon topin përpara, ka përsëri mundësi Sevilla. Shkon drejt zonës, So mbrohet Bellingham, rivën e fundore. Drejt zonës, So korridor përpara, ka shkitur. Krosimi për Mbappé, Mbappé në zonë. Merr një faull. Sanchez kalon në zonë, Isak godet. 5-1 godit nga këndi, topi për Rodrigo. Përsëri drejt zonës. Tchouaméni me tenton. Punohet pak Agume. Rodrigo ka shkuar ai në të majt. Rodrigo në zonë, penalti. Kontakt me Juan Lu, penalti. Asnjë dyshim i arbitrit. Penalti për Real Madrid. Mbappé përballë Vlaco Dimo, shënon në qendër, Kylian Mbappé. Dhe tani janë 2-0 sot. 59 gola në total në gjithë vitin kalendarik 2025 parazohet rekordi i një tjetër legjende madrilene, Cristiano Ronaldo. Shënon Kylian Mbappé.